Shumica prej nesh mendojnë që nëse e bojkotojmë një produkt, nuk ka asnjë peshë në konfliktin që mund të kenë dy shtete mes vete. Bojkotimi gjithmonë ka qenë arma e atyre që nuk kanë ndikim dhe fuqi. Është mënyra qysh edhe ti mundesh me protestu. E tash, hajde t'i shohim disa ngjarje ku bojkoti ka pas peshën e vet. Në vitin 1930, britanikët në Indi kishin vendosur taksa të larta për kripën. Gandhi dhe Mira Ndjeks marshuan 390 kilometra për të bërë krip vetëm që ta bojkotojnë produktin britanik. Në vitin 1955, afrikanët dhe amerikanët i bojkotuan autobusët për 381 ditë dhe kjo ndikoi në ndryshimin e ligjeve. Gjykata Supreme shpalli ndarjen racore në transport si të paligjshëm. Në vitin 1965, punëtorët bujqësor meksikano-amerikan kërkonin kushte të mira pune. Konsumatorët anë mban Shteteve të Bashkuara refuzuan të blinin rrush. Kompanitë u detyruan të negociojnë për kushte më të mira. Bile dhe profeti a.s. e ka përdorur bojkotin. Kur kurejshitët i shtypnin muslimanët e parë, ata refuzuan të bënin tregti me ta. Kjo i shokoi ata, sepse bojkoti nuk ishte vetëm në aspektin ekonomik, por ishte edhe moral. Bile dhe në ditët e sotme jemi dëshmitar se shumë kompani ose janë drejt falimentimit ose janë dëmtuar shumë si shkak i bojkotimit të produkteve të tyre. Ne nuk duhet i përkrajim krimet e tyre, qoftë edhe me 1 euro. Fitimet të kompanive të mëdha janë të padrejta, edhe në fund aktrojnë si viktima, sepse ti po ndihmon që ata t'i mbajnë dritat e tyre të ndezura. Bojkotimi nuk është vetëm me çu një kompani drejt falimentimit, por është me ju tregu se ne nuk jemi pronë juaja dhe nuk mund t'i pronësoni vlerat tona. Dhe kur miliona njerëz e bëjnë ka një zgjidhje të vogël, atëra ajo bëhet e zëshme. Ata kanë me ju friksu trendit, i friksojnë lëvizjeve të njerëzve dhe kuptojnë se zgjedhja jote nuk është e vogël, por është gjithçka. Kështu që mos mendo që është thjesht një kafe, mendoje si shpëtim për shumë njerëz.